Cili ishte roli i zotit Berisha në lëvizjen e dhjetorit? Berisha ishte i dërguar i Ramiz Ali's. Dhe në fillim, ai kam idem që donte të luante rolin e zjarrfiksit të televizjes studentore. Por kur u fishkëllyn qytetin studenti dhe pastaj më vonë ai si një komunist me përvojë në politikë dhe si mbahej, si mund të merri posti, arriti që ti shmang të gjithë ata që mund të bëshin, ose edhe që u bën, sekretari i parë i PD-s nuk ka qenë Saliu. Dhe unë s'kam qenë në mbledhjen për zgjedhjen e kryetarët, që nuk isha pjesë e Kush ishte i pari? Ka qenë Azemi, kryetari i parë. Po pra, kryetari i parë i Partisë Demokratike, dhe këtu keni shumë drejt dhe unë e shkruaj edhe në për kryetari i parë i Partisë Demokratike ishte Azem Hajdari. Dhe mbaj mend që miku im Frot Qupi e ka shpjeguar shumë mirë si u zgjodh Saliu, se me sa di në votat e para kur u bën zgjedhjet ishte me votima duket kish fituar Meksi. Po, Meksi shumë vërtet. Dhe pra, një intrigant edhe si Saliu e ka përdor intrigën që në fillimet e lëvizjes dhe ka arrit ato që gjithë një edhe në opozit, edhe në pozit, ai ka dali fituar. Okej, se do diskutoj edhe pak më vonë. Foto tjetër që lidhet me atë momentin, besoj, me Rajërson përsëri. Tani, zoti Brozi, dua të tregoni me detaje gjithë atë që ndodhi me ju, si kryetari i gjykatës së kasacionit, ose të lartë që i themi ne tashmë, pas atij shkarkimi të beft të habitshëm dhe në parlament. Shkarkimi nuk erdhi si një rrufe në qiell të hapt. Problemeve të mia si kryetari i gjykatës filluan me presidentin, me qeverinë dhe institucionet tjera të shtetit. Mund të them që nga pranvera e vitit 1994, unë jam sjell kryetar në shtator 1993. Po? Në mujtë e parë, s'kemi pas probleme, por problemet fillun kur pushteti ekzekutiv po donte të impononte gjykatën e kasacionit për disa vendime të rëndësishme, për çështje të rëndësishme që po i binin gjykatës. Sepse me gjykatat e tjera Saliu se kish problem, ishte kryetari i Këshillit të Lartësisë, i kishte në sundimin e vet. Do të ishte edhe gjykata e kasacionit. Dhe çfarë ju kërkoi juve zoti Berisha? Dhe mbaj mend për shembull kur u bën gjyqi për gazetarët e Koson, Martin Lega dhe Aleksandër Frangaj. Po, ajo ka qenë, si thushë, krisja e parë më e madhe, që filloi krisja dhe konflikti i hapur me Saliun për ndërhyrjet në gjyqësor. Unë isha në trupin gjykus edhe ne ju dham pafajsi trupi gjykus, i gjykatës kasacionit, sepse nuk ishte prova dhe në bazë ligjit dhe provave ato nuk mund të dënoheshin. Po? Më merr një nga zyra presidentit dhe më thotë presidenti don të vish. Madje fola dhe me vetë presidentin në telefon, po ai tha, Zefë, hajde këtu e pash nga toni që diçka kishte ndodhur. Shkoj të zyra e presidentit, që ishte president. Në të kohë edhe thotë, Zefë,
pse u dhe pafajësi gazetarëve? Thash, zbatova ligjin. A si drejtësia du të zbatojmë ligjin dhe provat, thash. U takonte dhe thjesht kam zbatu ligjin. Pse nuk me pyete mu para? Kum tha, pse nuk me pyete mu para, më kujtu ajo që i kisha kërku që para se të pranoja detyrën që të mos ndërhynin në punët e gjyqësorit. I them, zoti president, nëse doni tjeni dhe kryetari i gjykatës kasacionit, ja qelsat, nxora qelsat e zyrës, ja vuna për para, i thash, unë e jap tërheqje. Edhe do t'ilja aty në zyrën ngjitur me aty të shkruja me dorën time, tërheqjen edhe u qova për ti, kur i thash do t'jell tërheqjen për pun minutash. U quaj si qishte, tutor me në kaps, jo po pritet flasim, nëse u ktheva, edhe për respekt me presidentin, tha shkon zyrë, thash gjallë, po të kërkoj për së dyti, unë mund të shkoj në zyrë, po vetëm me kusht që të ndaloni ndërhyrjen në punët e gjyqësorit. Ka vujtur Shqipëria me urdhat e politikës ndaj gjykatave. Ne nuk mund të bëjmë siç ka bërë regjimi i kaluar. Nëse shkova prapë, tërhoqa atë vendimin tim për të ndërheqje. Mbase gjykova është dhe fillimi, mbase do merrte në syrë ndërkombëtar, mund t'i bëja mbase dëm Shqipërisë që ishte në hapat e parë të demokracisë dhe pavarësisë gjyqësorit. Por kuptohet presioni dhe urdhat, diktatet e ekzekutivit ndaj gjyqësorit kam qenë të vazhdueshme. Do vinte çështja e 5 minoritarëve. Po 6, po 5 ngelen ata. A 5, nëse mbase... Po, se ishin 6, netëm 5, po, dhe aty pastaj ishte më rënda? Aty Saliu dhe Shiku dinin që arrestimi i tyre ose dhe dënimi i tyre, ato ishin dënuar në gjykatën e shkallës parë dhe në apel. Po? Dhe kishin bërë ankim në gjykatën e lartë. Dhe u bën një luftë e madhe që të sabotohej gjykimi, presion ndaj gjithë gjyqtarëve. Dhe mos harroni, mbase du ta theksoj, jam i vetmi kryetar gjykate që brenda disa muajsh, nga dhjetori 94 deri shtator 95, jam në parlament 3 herë për heqjen e imunitetit në dhjetor të 94-s, për heqje të imunitetit përsëri në mënyrë të befasishme, përsëri në fund janarit të 95-s, fillim shkurt, dhe shkarkimi. Po imuniteti ju hoqëve? Jo. Fitoi vota kundër? Po, fitoi vota kundër, sepse dhe në parlament diskutoj me heq imunitetin në dhjetor, unë isha në zyrë dhe nuk dija asgjë. Sa po ishim kthy nga Amerika, nga një trajnim që kishim bërë me shumë kolegë të gjykatës kasacionit, kisha bërë takime të sukseshme në Amerikë dhe na ishte premtuar mbështetje e fuqishme për gjyqësorin. Mbase dhe kjo mbështetje e irritoi edhe më shumë Saliun. Saliu du t'jetë të gjithë tjerët du t'jenë 0 para Saliut, 0 para Saliut. Dhe në atë kërkesë që ishte për heqje imuniteti, atje
diskutojnë parlament dhe unë nuk dija që po bëhej. Biles, po ka histori edhe shkëmbimi që bëra. Kujtoj tani si bën kërkesat për heqje imunitetja në Shqipëri, që ka një procedurë, merr kohën që parlamenti të Nëse ju në atë kohë sumorë fare kjo kohë? Atje po votohej pa më thirr fare mua. Dhe është histori e gjatë, lufta ime, i kërkoja parlamentit, mirë më hiqen imunitetin. I qova letër, do më sapo, sepse 2 deputet që u jam i njohës të PD-s, ndërsa tje diskutoj për imunitetin, me marrin telefon, edhe me thonë, Zef, ku je në zyrë? Po, qa po bën? Ja, po punoj, thash, sa imi kthy dhe nga Amerika. Ore, tha, po, i qetë jeti? I qetë, thashem, pse, po punoj. Ore, ne po, ka disa orë që grindem i këtu me të heq imunitetin, dhe ti zigjen, thash, po hiqen imunitetin e vërtetja jap unë vetes, dërsa ju në qoftë se bindeni i hiqeni, nuk e kam problem. Kush ishte ky që u mori? Mos pashëmenat, ishin 2 miq të PD-s, deputet të PD-s. Dhe pastaj u hoq. Jo, në dhjetor. Jo, dhjetor jo, pastaj jo, u shkarkuat. Pastaj në mënyrë të papritur ishte fut përsëri në fund janarit. Kërkesa për të heq imunitetin. Edhe atëherë nuk kaloi. Nuk di asgjë. Dhe kam një moment që mbase është mirë ta them, me vjen zëdhënësi i gjykatës kasacionit, gazetari i mirënjohur Nduaj Lazri, që ishte dhe zëdhënës, dhe më sill gazetat, ku në front ishte sot diskuton parlament për të hequr imunitetin Zef Brozit. Unë thash si është e mundur, përsëri në këtë mënyrë, shkoj për ty te parlamenti. Aty te oborri na lën bloku, na lën ushtari. I thotë shoferi jam me kryeitarin. Po thotë ti, po kam urdhër që të mos ju lej. I them, ju e zbatut urdhrin, na ndale. Tani unë kam takim me kryetarin e parlamentit, tu ta takoj. I them, dhe shoferi jep gaz. Shkoj për ty, ne si kryetar, disa herë shkoja dhe në parlament dhe si kryetar për të gjuhë, atje në losh, kur diskutojnë ndonjë ligj që kishte lidhje me gjyqësorin, thjesht për të dëgjuar. Pra, atë ditë, pra kishte fillu debat, diskutimi përsëri me më heq imunitetin, unë doja të hyjam atje në sallë sipër për të dëgjuar. Nuk me lanë ato rojet aty brenda, ja thanë, ne kemi urdhër që mos lejojnë. Po vinin ambasadorët gjerman, ambasadori Zviceran dhe të tjerë. Biles ambasadori gjerman më pa aty, tha, se kishin marrë vesh që po diskutoj. Futi kranë, tha, Zoti Brozi, hajde, futemi bashkë. Thënë, po, mu nuk më la. Dhe ai vuri durt në kokë. Tha, si është e mundur. Unë jam shumë i njohur se disa ambasadorë të asaj periudhe, që kanë qenë mbështetje shumë Dhe do t'ju pyes për atë, sidomos për Josef Lek, por momenti ju shkarkuan dhe çfarë ndodhi më pas? Ju dolët nga zyra? Shkarkimi ka ardhur në shtator. Po. Në shtator biles në shtator të 95-s. Po. Edhe aty sa liu me shumë sa është mjeshtër intrigës dhe pabesisë. Sa ishte kthyer ai nga takimi që kishte pas në
Shtëpinë e Bardhë me presidentin Clinton. Po, ishte një deal midis diplomacisë amerikane për rastin tuaj? Po, atë tamam deal e kam mësu nga libri jot. Unë dija që mbështetjen që qeveria amerikane edhe ambasada për jetë gjyqësorit Shqipërisë, jo thjesht zefit, se ato mbështesin pavarësinë e gjyqësorit. Po? Dhe tani pse Berisha donte patjetër të më hiqte. Nuk arriti të më fusën burg, dhe u jam i njohës deputetëve të gjitha krahëve të asaj periudhe që votuan kundër, sepse kundër heqjes imunitetit. Po, du ta theksojmë se parlamenti 92-96 ka qenë një parlament me shumë intelektual, që kishin mendimin e tyre të pavarur. Shumë prej tyre kishte edhe nga ato që votonin, dhe rasti tjetër, pra konflikti tjetër ishte për çështjen Nano. Po për çështjen Nano çfarë i tha zoti Berisha? Unë nuk kam qenë gjyqtar në shkallë parë në apel për çështjen Nano, por dhe ishte gjyku dhe në gjykatën e kasacionit para se të shkojë unë kryetar. Dhe por në bazë të ligjit asaj kohe një person që mund të ishte gjyku dhe në gjykatë të kasacion kishte drejt të bënte kërkesë për mbrojtje ligjshmërie nëse kishte prova që është shkelur ligji ose që vendimi edhe i gjykatës i kolegjit të gjykatës kasacionit është i pabazuar në ligje prova. Kam pas presione të jashtëzakonshme që unë të mos e bëja kërkesën të mbrojtje të ligjshmërisë. Nga kush i kishin presionet? Dhe nga të gjithë, nga Sala, nga PD-ja, nga Shiku, kërcënime. Po si Shiku, këtë se kemi kuptuar asnjëherë. Si, kush vinte nga Shiku dhe të thoshte ty? Në gjykatën e kasacionit periudhë, Shiku ishte ulur këmbkryq. Vinin, dhe unë i njihja disa prej tyre, i njihja, më bëja humor, thosha, qa doni ju të them mund që të justifikoni rogën atje, unë s'kam asgjë të fshehur, i them dënimet janë publike, mendimet, qëndrimet e mia janë publike, por nuk ato kuptohet që krijonin edhe ato makinacionet me disa gjyqtarë të tjerë aty në kasacion. Berisha këtë ka pas Berisha, ka përqau çdo institucion, edhe gjykatën e kasacionit e përqau. Ai grup gjyqtarësh që u trëm nga Saliu, bën vasal të Saliu. Po pse pallën dhe antarë të gjykatës kasacionit që ishin kundër jush? U manipulun nga Saliu. Po kush ishin këta? Që bën edhe flet trofe, është botuar flet trofeja atyre, turpi tyre. Se kanë bërë letër kështu publike? Po. Ku e botuan? Në zyrën e Saliut e kanë shkruar dhe ja kanë që. Dhe ku botua kjo zoti Brozi? Jo, ai kanë qenë në parlament, nuk e di, po letra ishte periudha luftës, domethënë. Ajo flet trofe e gatuar në zyrën e Saliut, por kishin emra disa gjyqtarë. Kush ishin ata, mund t'i thuash? Nuk do i themi, ato pastaj, pasi jam shkaku unë morën detyra, u bën drejtues të gjykatës. Edhe drejtues gjykate? Po, edhe në gjykatë kushtetuese, morën poste, se këtë kishte Berisha, mjafton të bëj korrupsion sa të duash, po zbatove çfarë të thot ai i shpërblente dhe me poste. Okej, dhe ju, zoti Brozi, u shkarkuat? Ai sabotoi, gjyqi i Nanos u sabotuar. Është histori e gjatë. Unë personalisht isha në një pozitë
edhe të vështirë për kërkesën për mbrojtje ligjshmërisë të nënës, sepse unë kam qenë deputet dhe kryetari i Komisionit të Ligjeve kur kena votu për heqjen e imunitetit nënës. Ti ke votuar për heqjen e imunitetit? Po, kam votu dhe mendoja që ne du t'i japim drejtësisë hapësirën që të hetoj këdo që akuzohet për korrupsion. Po kur pa dosjen, ishte me faj nano apo jo? Dhe po pikrisht, u studiu dosja bashkë me këshilltarët ligjor që kisha dhe kishte shkelje flagrante edhe procedurale. Por dhe synimi, pra atë që doja të bëj unë që të rigjikoj çështja e nanës në gjithë gjyqtarët e gjykatës së kasacionit. Dhe pastaj vendimi do ishte si do vendoste gjithë trupa bashkuar e gjyqtarëve. Po ju vetë U sabotu gjyqi, nuk u bën dot. Okej, ju vetë kishit një bindje, ishte nano i fajshëm apo jo? Po jo. Kishte dy akuza nano. Një për shpërdorim detyre dhe një për vjedhjet pasurisë në dobi të tretëve. Kjo në favor të tretëve. Për të favor të tretëve nuk provojnë dhe ta themi dhe pak me gjuhë. Po nana do vite për vete, jo që të përfitonin tjerët. Po t'ishte. Shumë e bukur kjo. Pra ishte kjo kërkes për mbrojtje ligjshmërie që bëra, ishte gjyqi i minoritarëve, ishte lirimi i gazetarëve, ishin dhe gjyqet disa çështje tjera, ishte dhe një çështje kryeziu që ishte skandali i çfarë makinacionesh po bën të shiku kundër qytetarëve, kundër atyre që mendonin që nuk mbështesin Saliun 100%. Ose edhe atyre që po ndihmonin luftën çlirimtare të Kosovës, që kishte fillu mbase ato si thush nismat që në ato vite, unë nuk dija E ke fjallën për Remzi Hoxhën për atë rast? Jo, është një çështje kryziu. Kryziu ishte para saj. Po, ishte para saj. Në këto, do të thënë ju jeni shprehur disa herë që jeta juaj ishte në rrezik. Mund ta tregoni atë momentin kur ju jeni vërtet keni qenë në rrezik? Unë pra me nisën i shtator të 95-ës, unë kam qenë zyrë, duke punu masdite, ishte ora pra rreth orës 7 sa të darkës, isha në zyrë. Dhe me vinë 2 deputet, Ndre Legisi dhe Pandeli Majko. Të PS-s? Po, dhe i kisha miq, se unë kam qenë deputet, unë kam pas miq nga gjitha anë, do me thënë, nuk isha ai militanti partjak, edhe si deputet. Vlerësoja mendimet pozitive të çdo deputeti, kundërshtoja edhe ato me të cilat si isha dakord. Me vinë dhe me thonë, zefton, a e di që parlamenti po mbledhet për të hequr? Thash, jo, s'kam në njoftim. Tha po, ka një propozim nga Saliu me të shkarkuar. Mirë, thash tani. Unë s'di gjë, parlamenti do bëj atë që do bëj. Thash, po të paktën me më thirrë, me më gjuhë, se unë s'di për çfarë. Nëse pastaj vinë me vjedhe një përfaqësues i ambasadës amerikane, pra ishte darkë, ishte ersu jashtë, vjen bilës kishin desh të mos e lejonin me hyrë në gjykatë. Dhe vjen ai në zyrë dhe më thot, a zef, a e di që gjykata është rrethuar me shumë policë? Jo, thash, ku kam hyrë unë, 2 policë shërbimi që kam qenë.
ishte rrethu gjykata me shumë polic, edhe ta po di që parlamenti po diskuton me të heq. Tash sa po më thamë një dy deputet që erdhëm takuan. Nëse tash po afrote ora 8 e darkës, po mësën në televizor thash, dhe hapa televizorin që ishte aty për të dëgju lajmet. Dhe lajmi i parë me sa më men ishte përmytjet në Lezhë, dhe heqja e ime sekretar. Dhe lajmi i dytë ishte përmbytjet në gjykatën e lartë. Përmbytje. Po dhe çfarë ndodhi pastaj? Kjo përmbytje në gjykatën e lartë ishte përmbytja për të shpëtu Saliun, për t'i dhënë hapësirë që ai ishte sunduesi i gjithë gjyqësorit në Shqipëri, prokurorisë, i gjithë institucioneve. Pastaj, të drejtë, unë atë natë kisha nënën në spital, edhe do them në atë moment, i përfaqësuesi i ambasadës amerikane, një mik shumë i mirë që i kam rujë marrëdhëniet, Karl Zibentrit, edhe më thotë, Zef, po të shoh që nuk po të shoh shumë të shqetësuar, pra ti u shkarkove. Fillova me qesh, thash, gjap, shkarkimi im ka kohë që është datuar nga Saliu, edhe prisja shkarkimin, sepse ka qenë një luftë me një pushtet të tarë, thash, edhe po më vje keq, thash, për një gjë. Çfarë tha? Unë parandjej gjak në Shqipëri. Edhe 97 për fat të keq e provoj. E provoj dhe 96 kur Saliu për gjaku në maj pas zgjedhjeve. 97 që ishte shkatërimi i Shqipërisë, e ktheu Shqipërinë kaq prapa, sepse Shqipëria do ishte ndër vendet e para që do ishte antare e Bashkimit Evropian. Ndërsa piramidat, dhe 98-a, djegja shkatrimi, përgjakja e Shqipërisë, e kthyen Shqipërinë dekadat të mrapa, dhe është e pafalshme. Ju po lotoni? Është të gjatë. Kur vritën bi 3.000 sa vetë, kur bi 3.000 sa nëna e motra, e vlezër, e prindër, humbën njerëzit e tyre, si mundet Shqipëria të harroj atë që i bërë gjënë Shqipërisë. Si mundet. Po si mundet Shqipëria të harroj edhe 21 janari e 2010-ës, kur u përgjak bulevardi të Dëshmorët e Kombit. Si mundet që t'i shkën pas ati krye përgjakësit të Shqipërisë, krye djegësit të Shqipërisë, dhe përsëri me Molotov të shkatrojnë pronën publike. Si mundet? Është një pyetje që çdo shqiptar që i dhem vendi, familja dhe fëmijët, duhet t'ja bëjnë vetes. Është e dhimbshme. Prandaj edhe e ndjej me shpirt sa dëm i ka bërë Saliu Shqipërisë dhe po vazhdon t'i bëjë. E kuptoj. Nuk e meriton Shqipëria atë
gjë. E kuptoj. Foto tjetër, bile kemi disa foto regjia që ne duhet të kalojmë shpejt se kjo është një foto Pieter Abnori me Tomor Dostin edhe ju. Do doja një se jemi dhe në limit se do të thonë atë pjesën më thelbësore e keni trajtuar. Do doja një përcaktim për këto dy figura të djathtë shqiptare, zoti Brozi. I kam pas shumë miq, kanë vujt, vinin, tamam, ato ishin të përsekutuarit, dhe në qoftë se ato do të ishin në krye të shtetit shqiptar, pra të ishte biles president i parë i takonte njerit nga Pieter Abnorit. Po dhe edhe kryeministër të ishin tamam një nga këto të vujturit dhe do isha i bindur që Shqipëria do kishte parë vetëm të mira, sepse nuk do kishte në krye një kriminal si Sali Berisha. Do kishte një të përvujtur që ai që ka vujtur në burgje politike, ai të dinte vlerat e demokracisë për vete, po dhe për Shqipërinë. Foto tjetër? Kam pas shumë respekt për të dy. Për të dy, edhe Tomor Dostin. E kalojmë gjykat e lartë, se e kisha vënë për të kujtuar atë momentin kur ju thatë rrethua. Në krah të djathtë është lajmi për ju, nëse ne mund ta, nuk e di nëse mund ta zoomojmë në gazetën shqiptare, dua të flas përpara kuvendit, është ajo që ju treguat, Gazeta Shqiptare e viti 1995. A ju kujtohet ky shkrim? Po, bile se nëse keni interes në basën parlament mund t'jenë edhe letrat që unë i dërgoja parlamentit, ku kërkoja që të më dëgjojnë shprehja të ndrimet e mia. Okej, foto tjetër, sepse unë e kisha nga arkivi këtë. Këtu jeni me Joseph Lake. Me ambasadorin Lake në zyrë. A i dha dorëheqjen, se sot shqiptarët e kanë harruar. Sepse që t'jem i sinqert, shumë gjëra që bëshin qofte edhe nga institucionet amerikane, nuk është se i dija unë dija rezultatin, do thëmë. Po jo atë që luaj. Po se si, pra dhe ambasadori Lake në ka arë në zyrë disa herë, ishte disi me i balancuar, po në zyrë jemi dhe aty jam bashkë me të fejume në atë periudhë, Dianën, që isha të fejuar. Ju sa ishit fejuar atëre në të kohë? Po. Diana, nga është Diana? Nga Tirana. Babaj nga Koqa, nënën nga Durrësi, por lindërit në Tirana. Lindërit në Tirana. Diana, ishe studentja juaj? Se këtu në Amerikë tinglo keq, të ashtë. Përse tinglon keq? Që pedagogu të marrë me studente. Në Shqipëri ka qenë se ato njënim në... Po kishin diferenca, nuk kishte diferenca, ishte tjetër kulturë. Por unë që t'jemi qartë, jam feju pasi ajo... Ishte diplomuar? Ishte në vitin e fundit, do me thënë dhe s'kishte provim me mua. E bukur kjo. Do me thënë ti e lidhur kur nuk kishte provim me ty. E bukur fare. Vajza ime, këtu thot, babi, zdu që shoqet e mija, apo ta din që ti e ke pas studentë, se këtu në Amerika shumë nuk tinglo hiq mirë. I thuaj që më tha një gazetar atje në Tiranë që në Shqipëri jo vetëm tinglon mirë, i thuaj, po tinglon shkëlqyer, se e një mirë pedagogu bashkëshorten e ardhshme. Po. Ju e morët vesh që Joseph Lake dha dorëheqjen pikërisht për atë që ai nuk arriti që të mos u shkarkonte ju, Berisha? Dëgjoj, në fakt pasi ka marrë në Amerikë, se dhe ikja ka qenë shumë e trisht, dhe më thënë,
nuk e di nëse don ta përmend atë largimin. Mirë që më hoqën, okej, unë do vazhdoja punën si avokat, krijova edhe një fondacion Rule of Law Foundation, më thanë miqët amerikanë, pra do shija jetën time profesionale. Por me 4 nëntor të 1995-s, Po? në mëngjes herët troket dera dhe thonë jemi policia. Them po mirë, policia, u që bilës Diana shkoj para të dera, po pa hap derën. Për fat, një pim që ishte refugjat në Gjermani, migrant në Gjermani, me kishte dërguar një kamera që ma kisha montu dhe të dera, që shihje kush në jashtë. Se unë një apartament, s'kishim rojen, unë në atë apartamentin që kam pas marrë para 90-ës, ilës ndjetër 90-ës. Dhe shohim, pastaj qom dhe unë i thëmë, po keni ndonjë shkres, keni ndonjë urdhër, jo thonë po hap derën. Se them derën nuk e hap, a e dini ligjin, ishte shumë herët në mëngjes, ditë e shtunë, para orës 8 unë se hap derën dhe po të keni urdhër nga prokuroria, ku do që ta keni, futeni porterës edhe pastaj procedojmë. Nëse u pa aty, përveç policëve me uniformë ishin qafës, në ato tamam gangat me gjupa, lkuret, si flokgjata, u pa që qëllimi ishte ogurzi. Ditë e shtunë, herët në mëngjes, po të kisha hap derën, në base edhe këtë intervjist do ta kishim shansin ta bënin. Dukej që Saliu dhe Shiku edhe Zefin si qytetari thjesht e kishin frikë. Ose nuk donin ta shikonin as të gjallë. Pra, qëllimi më nuk ishte të më rëmbenin edhe u shduk pa zhur, pa gjunë. Po që ndodhi pasaj, juve ku shkuat? Pastaj, por ambasada amerikane, ato e dinin që Saliu nuk ndalot me kaq. Dhe më kishin thënë, për çdo që, për çdo shqetësim, du të nga marrësh në telefon. E morë telefon? Dhe ajo, unë atëherë kur më thanë nuk e mora shumë, se ku e kishim lënë numrin e telefonit, nuk po e gjenim, ishte dhe me gjes, edhe të stresi, t'jemi realist, është më në fund përmes arritëm të lidhem me atë ambasadës, erdhi ai me makinën e ambasadës, bilës kur unë mora në telefon, se du të krijoja prova që apartamenti im është i rrethuar. E kisha mësu që Saliu mohon të vërtetën, edhe për rrethimin e gjykatës kasacionit, disa herë e ka mohuar. Dhe vjen bilës Karl Zibentrit, kur vjen aty të policia që ishin me atë mikrobuzin e policisë, po tentonin me u largu disi që të mos dukeshin që janë tamam. Mirë po ishte me balt, ishte balt aty dhe kish ngellësin balt në duke taj mikrobuzi dhe ky po thoshte ishte pak si me humor të shifshe gjithë ato policë të ushtynë mikrobuzin e tyre nga balt. Nëse vjen ai, merr informacion dhe thot, i shpjegoj që ka në bilës edhe policia, thot, hapni derën, dum dhe pasaportën diplomatike. Foli me duket foli me një të zyrës presidentit, ky Karli,
dhe i tha, pse keni rrethu me policë apartamentin e Brozit, pse i ka shku policia? Dhe ai përgjigjet nga telefoni, unë realisht nuk e di saktësisht personin, as pyeta. I thot, Zefi gënjen, thot, nuk, as një policë nuk në të shtëpi e Zefit. I thot, unë jam brenda në shtëpinë e Zefit. Aty, unë ndërprej biseda, e mbylli ai president. Dhe preteksti, si që thatë, ishte për të marrë pasaportën në 5 të mëngjesit dhe pas një shkres, po më thot Karli, po jepja pasaportën, po më pasaportën do ja jap se s'mduhet. Dhe do ta çoja unë te Ministria e Jashtme. Vjen Arbeni Mami, se kisha marrë në telefon Arbenin, ca deputet, ca gazetar. Arbeni thotë, një këtë shefin e rrethimit, ata ftoj që t'i japim pasaportën. Po, thash, vjen ai, i bëm kapën si mas respektit. Dhe i them, po, veç se do bëni proces verbal, që pasaporta sa vula ka për udhtimet, sa faqe ka, se doja t'isha. Po. Dhe edhe ta firmosim 3 vet, unë edhe 2 të tjerë si dëshmitar. Nëse të bëjmë atë, por edhe ja japim pasaportën ti shefit. A kërë për pasaportën, merre. Jo, tha, prit, tha. Edhe morin telefon se me ka foli. Jo, i thanë, mos ja merë pasaportën, të dali vetaj, të dorëzoje pasaportën. Aty unë thash gjatë, po që ju s'kishit arë për pasaportën, kjo dihe. Qëllimi ishte krejt tjetër. Për të rëmbyrë. Pastaj apartamenti ka ne, si të shpëthuj se një javi me pjesën më të madhe të kohës i rrethu me I rrethuar një javë? Po. Dhe pastaj ju ikët direkt në Amerikë? Amerika kishte bën planin për si të më merrnin në Amerikë. Dhe në raport disa miq të afërt që jam shumë i njohës, më kanë ardhur me mua në aeroport dhe Karl Zibentrit i ambasadës amerikane, ai ka vëzhguar gjithë derisa është nis avioni. Okej. Cilës avionin edhe ndalun, kur e morën vesh se kam hyp në avion, sepse po Ndaluan avionin? Po me sa duket Saliu kur morën pasaportën, thanë ky s'ka pasaportë dhe nuk ikën dot. Por unë sa më kanë heqë, unë kam shku e nxerr pasaportën si qytetar, atë pasaportën e thjesht, dhe pasaporta me vizën ishte në ambasadën amerikane. A i kishte përgatitur ambasadën amerikane? Po, edhe biletat, për mu dhe për Gjanën. Edhe për bashkëshortën. Po, foto tjetër, ishte Joseph Flake. E keni takuar Joseph Flake mas i shkuat në SBA? Nuk më është dhënë rasti ta takoj. Nëse do takoj atë fjalin që do t'i thoshe, cila do ishte? Edhe për aq sa ka bërë, dhe shprehja mirënjohje, me ka ardhur në zyrë, kemi diskutuar, por unë nuk e dija këtë, e kam mësuar nga libri juaj. Okej, foto tjetër, sepse ne i konsumuam disa biseda. Richard Shifter. Po, Shifter. Me këto e keni pasur... Ambasadori Shifter, një njeri mrekullueshëm, një mik, dhe ka një histori familjare të shumë interesante. Se familja e tij është ka qenë në Holokaust, është djegur prindrit e tij. Dhe ky është martuar me një gjermane, Emilion, i kemi qenë në shtëpi disa herë, kemi nejtë.
për fat të keq ai ka ndru jetë. Ky ishte këshilltari i presidentit Clinton. Clinton. Po, me presidentin Clinton në shtëpinë e bardhë. Dhe ambasadori shqiftër kishte informacion të detajuar që po ndodhte në Shqipëri dhe që po ndodhte me mua. E kuptoj. Po, foto tjetër? Dhe ky dhe presidenti Clinton kur është taku me presidentin Clinton, Berisha, presidenti Clinton ja ka thënë në mënyrë krejt të qartë që mos prek gjyqësorin ose dhe kryetarin e gjykatës. Okej. Kjo ishte qeveria e parë, qeveria Meksi, qeveria e parë pas ardhjes PD-s në pushtet. Në fakt jo e para, po ishte një e 96-s, mos gaboj, por do doja vetëm një përkufizim. Ajo që më ka bërë shumë përshtypje dhe deri në shpalljen të zotit Berisha non grata për ju, lidhet edhe me gjitha aktivitetin e zotit Berisha që nga viti 1991 me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Nuk i di detajet, por një gjë do them që dosja Berishës, informacionet e Berishës për lidhjet e tij edhe me disa organizata që punonin kundër Amerikës, organizata terroriste, element terrorist me sa di u dha dhe shtetësi shqiptare në Shqipëri. Jo, e dieta, po si ka mundësi zoti Brozi që Amerika e mbështeti pasaj zoti Berisha dhe ishte merit e tij dhe qeverisë tij që u transformuar në NATO dhe erdhi presidenti Bush në Tiranë? Në politikën e jashtme, kur dikush zgjidhet kryeministër apo president, atëherë mendoj që populli e zgjodhi, do punohet me atë që ka zgjedh populli. Pra, nuk mund të gjykojmë ose të presim ne që një shtet i huaj të gjykojë si gjykojnë ne shqiptarët. Ato zbatojnë parimet e marrëdhënieve shtetërore dhe përderisa ai ishte president apo dhe kryeministër, me atë do bashkëpunonin. Ndërsa Shqipëria në NATO dihet si ishte thjesht një qëllim strategjik i Amerikës që të pranohej në NATO. Se pas Gërdecit 2008-s e shumë tjera, nuk është se Shqipëria i plotësonte kriteret për NATO, por u bën shumë mirë dhe duhet të jemi shumë i njohës NATO-s. Okej, foto tjetër? Do doja një përcaktim për kryeministin Edi Rama. Përcaktim. Nuk është e lehtë të bësh një përcaktim të shkurtër për Edi Ramën si lider, si kryeministër apo dhe si qytetar, si ish profesor i arteve edhe piktor. Është shumë kompleks. Por, natyrisht që si çdo lider, Edi Rama ka anët pozitive dhe negative, unë do vlerësoja shumë rolin e tij për rritjen e reputacionit të Shqipërisë në Evropë dhe në botë. Kur s'ka pas Shqipëria kaq reputacion të mirë, njohje të mirë dhe në arenën ndërkombëtare sa që ka sot. Dhe këtë ndjem edhe kur bisedoj me Amerikanë që kanë diku shumë edhe fakti që Shqipëria këto vitet e fundit është bërë një magnet për turizmin e huaj dhe ndikon shumë pozitivisht. Dhe nëse Edi Rama pra do arrijë që ta fusë Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda këtij mandati, atëherë ai i ka bërë Shqipërisë një kuptohet, jo veç Edi Rama si person, aty është një institucionet, dikojnë edhe vetë qytetarët e Shqipërisë dhe imigrantët që janë jashtë mund të japin atë
rolin e tyre, duke bërë emër të mirë vetë si shqiptar, por edhe me kontakte që mund të kenë. Pra, një gjë që mund të theksoj është po Edi Rama do t'jetë dhe institucion në Shqipëri të luftojnë korrupsionin fort. Korrupsionin nuk mund të luftohet vetëm nga SPAK apo nga gjyqësori. Çdo institucion duhet të luftojë vetë korrupsionin brenda tij. Dhe pastaj kur shumë e drejtë. Foto tjetër regjia, se ishte një foto që s'dua ta është. Për Berishën e folëm, kemi në mos gabojmë foto të SPAK-ut? Po, do doja një përcaktim tani, ti jam i bindur që një pjesë të këtyre u ka dhënë mësim, po ti nuk doje ti zbuloj këta. Cili është vlerësimi juaj për SPAK? SPAK. Pritshmëritë e SPAK-ut që kur u kriju kanë qenë dhe janë shumë të larta. SPAK-u pozitivisht mund them se ka bërë hapa, sidomos në drejtim të korrupsionit. Po? Por jam i zhgënjur. I zhgënjur? Për çështjen e 21 janarit. Jo i pakënaqur, jam totalisht i zhgënjur me së pari, sepse SPAK bëri çmos që të mos e merrte çështjen e 21 janarit, edhe pse gjykata evropiane i vuri emrin që meritote krimi shtetëror i 21 janarit, edhe pse gjykata e lartë të cilën e përshëndes për vendimin që e detyroi SPAK-un të marrë çështjen dhe të fillojë hetimet. Kam një pyetje për SPAK-un. Si është e mundur që SPAK-u këtë krim kaq të rënd ku kanë humbur jetën 4 protestues dhe janë plagos qindra tjerë, e lën mënjan, zvarrit hetimet, a mos vallë aty në SPAK ka ndonjë prokuror që mendon që duke zvarrit hetimet do ta shpëtoj Sali Berishën nga gjykimi në bazë provave dhe ligjit edhe për këtë krim të tmerrshëm shtetëror të Sali Berishës. Jemi në mbyllje. Nëse ka prokuror të tillë, dua të them që e drejta do shkojë në vend edhe për 21 janarin. Mos bëni lojra me 21 janarin. Mos u bëni më gardian të Sali Berishës. Jemi në mbyllje, zoti Brozi, të kësaj interviste shumë interesante, por disa ditë të parë në Universitetin e Harvardit, në Cambridge, në Massachusetts, një doktorant shqiptar, një student shqiptar bëri një pyetje Antony Blinken, ish sekretari të shtetit. Besoj e ndoqët atë? E kam lexuar diku, po më duket. Dhe zoti Blinken e tha tekstualisht, nëse ju doni unë lexoj që të jemi korrekt. Ai tha që nuk ka të bëjë me mangësitë e administratës sanksionet e vendoshur nga zoti Berisha, por me mangësitë e zotit Berisha do të vazhdoj të qëndroj unë pas kësaj, pas këtij vendimi. Cili është komenti juaj? E ka thënë shumë bukur, të vërtetën. Pra, shpallja e tij non grata nuk është se ishte thjesht vendimi një personi. Dosja e Salës mund të ketë marrë vite duke u pasuruar me derisa ka ardhur në pikën e vendimit për non grata. Jo shikoni, miliona dollar pagoi Saliu për t'ja heqë non gratën dhe nuk e ka arritur dhe kam bindje që s'do të arrijë. Pra, Amerika nuk e ka dhënë vendimin e non gratës thjesht për një emocion të dikujt. Jo, dosja e tij do të jetë voluminoze, kam besim, për korrupsion dhe për krime të tjera që vinë përbëjnë rrezik dhe për Amerikën. Dhe në fund fare shfrytëzoj rastin zoti Brozi si ish kryetari i gjykatës
më të rëndësishme dhe më të rëndësishme të shtetit shqiptar. Do doja një mendim tuaj si jurist, si një profesor i të drejtës penale për ata drejtuesit e UÇK-s në Hag. Do thënë, me kulturën time modeste juridike u dënuan 11 drejtues të lartë të nazizmit për 50 milion qytetarë të gjithë botës ju vranë dhe dënohen, kërkohet burgim të përjetshëm për 4 ish drejtues të UÇK-s që mbrojtën popullin e tyre? E gjithë çështja e ish liderëve të UÇK-s në Hag më duket një, ta them me gjuhën popullore, marrëzi. Një thik pas shpinit që i bëhet Kosovës dhe luftës çlirimtare të popullit Kosovës. Onoraj që gjykata e Hagës të mos bjerë në kurthin e disa prokurorëve të Hagës, pavarësisht se nuk jam në brendësi të tërë provave që mund të jenë paraqitur, por aq sa kam dëgjuar dhe parë, unë me zemër po dhe me bindje besoj në pafajësinë e tyre. Dhe i vetmi vendimi drejt, paktën me aq sa di, do ishte pafajësia tyre. Kosova ra në një grack që ju në panua, që me miratimin e kësaj gjykate, besoj unë. Por letë shpresojmë që gjykata të bëj atë që duhet. Pritet dhe që duhet. Fjala juaj në vesh të Perëndis, zoti Brozi. Unë të falenderoj shumë për këtë rrëfim të veçantë, rrëfim të rrallë, të ndjerë dhe me emocion, madje dhe me lot gjatë intervistës. Unë do doja shumë që kur të vini në Tiranë si turist apo për çfarë mund të vini ju, jo thjesht të takoja, po të kisha përsëri në këtë studio, megjithatë edhe aty në Washington nga banesa juaj, nga dhoma juaj, studioja juaj e punës, ju e realizuat. Ju falenderoj shumë. Faleminderit ju dhe gjithë stafit, dhe edhe një herë, shumë faleminderit për punën e mrekullueshme që ke bërë me librin. E kam lexuar dhe rilexoj her pas here pjesës të tij. Të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë. Dhe përshëndes dhe gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e emisionit tuaj dhe gjithë shqiptarët kudo që janë. Ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit zoti Brozi. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot, publicitet nga Urna Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.